Imagjinoni një fushë të kthyer në një oqean balt të ngjitse. Në qendër, një titan që liku me 300 kuaj fuqi ulërin me tërbim, por nuk econ përpara. Rrotat e tij të mëdha të pasme rrotullohen si të çmendura, duke gërmuar varrin e tyre në balt dhe duke hedhur lum në 20 metra. Është imazhi i fuqisë së kotë. Urime, keni traktorin më të fuqishëm në treg, por sapo u mund nga pak tokë e lagësht. Tani, shikoni anash. I njëjti model traktori, i njëjti motor dhe njëjta balt, por ky përparon me një vendosmëri të pashmangshme, duke kapshuar tokën sikur të ishte asfalt i thatë. Çfarë lloj shtrigërie është kjo? Tundimi është të kërkosh një buton magjik në kabinë ose një motor të modifikuar, por përgjigja është shumë më e rëndë. Diferenca nuk është të kuajt e fuqisë, por të faktit që fermeri i dytë ka vendosur t'i kthejë gomat e tij në pishina portative. Mbushja e rrotave me ujë nuk është çmenduri e një fermeri të mërzitur. Është fizikë e pastër e zbatuar në fushë. Është sekreti i lëstimit, arti i fundosjes për të pasur mundësi të ecësh përpara. Në këtë video do të zbulojmë pse uji është aleati më i miri i tërheqjes dhe si një rjeve thjesht zor mund t'ju kursej mijëra euro në karburant dhe goma. A dëshironi që traktori juaj të punoj, apo preferoni që ai të vazhdoj të bëjë qesharakun duke gërmuar gropa? Le të fillojmë. Betejë e padukshme midis gomës dhe tokës. Për të kuptuar obsesionin për peshën në një traktor, së pari duhet të çmontojmë një mit shumë të rrënjosur. Mitin se fuqia është gjithçka. Do të shihni, një motor, sa do mbreselënës të jetë shifra e tij e kuajve, nuk e bën të lëviz një traktor. Ajo që bën është të rrotullojë një aks. Është një hap i nevojshëm, por jo i mjaftueshëm. Mrekullia e vërtet, akti i magjisë që kthen rrotullimin në lëvizje lineare, ndodh në atë pikë kontakti të hollë dhe kritik ku shkelja e gomës takohet me sipërfaqen e tokës. Atje, në atë rrip prej centimetra shkatror, zhvillohet një betejë fizike e heshtur dhe monumentale. Quhet traksion. Dhe traksioni nuk është gjë tjetër vetëse një lloj shumë specifik i fërkimit. Fërkimi është ajo forcë që kundërshton rrëshqitjen relative midis dy sipërfaqeve. Është ajo që lejon që këpucët tuaja të mos rrëshqasin kur ecni, ose që rrotat e makinës suaj, kur rrotullohen, të shtojnë asfaltin dhe t'ju shtojnë përpara, në vend që thjesht të rrotullohen në boshllëk, si ato të një makine lodër mbi një tavolinë të lëmuar. Në një traktor, kjo betejë është veçanërisht epike, sepse armiku, toka, është i njohur si tradhtar. Nuk është uniform si asfalti. Është i butë, i lirshëm, ndryshueshëm. Një gomë traktori përpiqet të bëjë dy gjëra kur rrotullohet. Së pari, të deformojë dhe të kompresojë tokën fiks poshtë saj për të krijuar një pikë mbështetjeje të fortë. Dhe së duti, të përdorë dhëmbëzimet e shkeljes së saj për t'u kapur pas plisave, rrënjeve, çdo parregullësie që ofron rezistencë. Nëse forca që motori zbaton për të rrotulluar rrotën është më e madhe se forca maksimale e kapjes që toka mund të sigurojë, betejë humbet. Rrota mposhtë fërkimin, shkëput kontaktin dhe patinon. Është si të përpiqesh të vraposh mbi një pistë akulli me atlet. Sado që muskujt tuaj të shtojnë, këmbët tuaja nuk gjejnë kapje dhe përfundoni duke tundur këmbët në ajër pa përparuar. Gjithë puna e motorit, gjithë ai djegi e karburanti shndërrohet në nxehtësi, në zhurmë, në balt që fluturon, në konsumim të gomës, por jo në punë të dobishme. Është energji e kthyer në tërbim të kotë. Këtu hyn te koncepti vendimtar, fari që udhëheq gjithë dizajnin e makinerive bujësore të rënda. Forca e traksionit të disponueshme. Kjo nuk është një shifër fikse, është një potencial, një kufi teorik. Përfaqëson forcën maksimale horizontale që një rrotë mund të ushtrojë mbi tokë para se patinimi të jetë i pashmangshëm. Dhe kjo forcë varet në një proporcion tërmues nga një faktor i vetëm, pesha që mbështetet mbi atë rrotë. Fizika e dikton këtë me një formulë elegante në thjeshtësinë e saj. Forca e traksionit e disponueshme është përafërsisht koeficienti i fërkimit midis gomës dhe tokës i shumëzuar me peshën mbi rrotë. Le ta thjeshtojmë edhe më shumë. Mendoni për një slitë të rëndë që dëshironi ta tërhiqni në përbor. Nëse slita është e lehtë, do të mund të tërhiqni litarin me shumë forcë, por këmbët tuaja do të patinojnë prapa në borë sepse nuk keni kapje. Tani, imagjinoni që vishni një çantë shpine plot me gur duke u ngarkuar me peshë. Papritur, këmbët tuaja fundosen pak më shumë, ankorohen. Mund të zbatoni shumë më tepër forcë te litari pa rrëshqitur këmbët tuaja.
pesha mbi këmbët tuaja, balasti juaj, rriti forcën tuaj të traksionit të disponueshme. Pikrisht e njëjta gjë i ndodh një traktori. Pesha e tij, duke u shpërndar mbi rrotat e tij lëvizse, zakonisht ato të pasmet, është ajo që përcakton tavanin e traksionit. Motori mund të ketë forcën për të lëvizur male, por nëse pesha e traktorit është e pamjaftueshme, ai motor vetëm do të arrijë të bëjë rrotat të patinojnë mbi sipërfaqe. Pesha është përkthjesi i heshtur që kthen fuqinë e papërpunuar të motorit në lëvizje të dobishme. Pa peshë të mjaftueshme, fuqia është një gjuhë që toka nuk mund ta kuptojë. Kur motori është shumë i fuqishëm për të mirën e tij. Kjo marrëdhënie midis peshës dhe traksionit ka ekzistuar gjithmonë, por u bë një paradoks kritik, një pengesë inxhinierike me ardhjen e traktorëve modern me fuqi të madhe. Le të udhtojmë në origjinë. Traktorët e parë, ato hekura me avull ose me benzinë primitive, ishin të rëndë nga natura. Motorët e tyre, gjigant dhe pak efikas, dhe strukturat e tyre prej qeliku masiv, u jepnin nature një tar, një peshë bosh të konsiderueshme. Përveç kësaj, nuk zhvillonin aq shumë fuqi. Ekuilibri, ndonse i trash, zakonisht ishte pak a shumë i kompensuar. Traksioni i disponueshëm, i diktuar nga pesha e tyre naturore, ishte shpesh i mjaftueshëm për të shfrytëzuar shumicën e kuajve që motori i tyre mund të jepte. Por evolucioni teknologjik ndoqi rrugën e tij të pamëshirshme. Motorët naft u rafinuan, turbombushja erdhi, materialet u bën më të lehta dhe më rezistente. Prodhuesit, në një garë për të ofruar më shumë produktivitet, filluan të vendosnin motor monstruoz në shasi, që ndonse të fuqishme, nuk ishin rritur në peshë në të njëjtin proporcion. Këtu lind paradoksi i traktorit bashkohor. Kemi një makinë të aftë për të gjeneruar një forcë rrotulluese, një tork, të jashtëzakonshëm në aksin e saj të pasëm, por të montuar mbi rrota që mbështeten mbi një peshë vetjake që nuk është më e mjaftueshme për të mbajtur atë forcë. Është si t'i japësh një shkop bejsbolli të ligave të mëdha një fëmije. Fëmia mund ta lëkund, por nuk ka peshën, masën trupore, për të transferuar gjithë energjinë e lëkundjes te topi. Lëvizja do të jetë ngathet, jo efikase. Ose, duke përdorur një analogji automobilistike më të qartë, është diferenca midis një makine sportive me 500 kuaj në një pistë të thatë asfalt dhe të njëjtës makinë në një rrugë të ngrirë. Në akull, koeficienti i fërkimit është aq i ulët saqë edhe me peshën e makinës, gomat nuk mund të përkthejnë gjithë atë fuqi në nxitim. Shkelja e gazit deri në fund vetëm shkakton një patinim spektakolar dhe të rrezikshëm. Zgjidhja për makinën në akull janë zinxhirët ose gomat me gozhd, që rritin artificialisht koeficientin e fërkimit. Për traktorin në balt, rritja e ndjeshme e kapjes së shkeljes ka një kufi praktik. Nuk mund të vendosen zinxhir për të punuar një fushë të lëruar, do të shkatëronin tokën. Zgjidhja atëherë nuk është në përmirësimin e kapjes së këpucëve, por në rritjen e peshës së trupit që e shtun atë kundër tokës. Ajo peshë shtesë, e vendosur në mënyrë strategjike, quhet balast. Balasti nuk është një tek, as një armë. Është një nevojë fizike e pashmangshme që një traktor me fuqi të lartë të përmbush qëllimin e tij. Tara, pesha e tharë e mjetit, bëhet baza, por rrallëherë është tavani. Për të arritur potencialin e tij, që çdo kall fuqie, çdo newton metër torku, të mund të përdoret për të tërhequr një plug, një mbjellëse, një korse, traktori duhet të rrisë masën e tij. Duhet të fitojë peshë për të fituar autoritet mbi tokën. Pa balast, një traktor i fuqishëm është si një mundës muskuloz me këmbët në balt të cekët. Ka gjithë forcën e botës në krahët e tij, por nuk mund të mbilet për ta përdorur atë. Balasti janë çizmet me thumba që i ngulin këmbët në shkëmbë. Gjushërit e balastit, guret, lingotat dhe betoni. Ideja e shtimit të peshës në një makinë për të përmirësuar traksionin e saj është po aq e vjetër sa vetë mekanizimi. Bujqit dhe inxhinierët e parë që pan traktorët e tyre të patinonin nuk patën nevojë për një doktoratur në fizik për të ndjerë zgjidhjen. Nëse problemi është mungesa e peshës, përgjigjja duket e thjeshtë: shto peshë. Dhe kështu, në punishte dhe ferma në mbar botën, filloi era e balastit të ngurtë. Filozofia ishte e drejtë për drejtë, brutale dhe efektive. Të kërkoheshin materialet më të dëndura dhe më të rënda ku mund të kishin qasje dhe t'i fiksonin në traktor ku të ishte mundur. Zgjidhjet ishin të ndryshme dhe pasqyronin shpikshmërinë praktike të kohës. Një nga më të zakonshmet ishte përdorimi i kundërpeshave të përparme.
Këto ishin stiv diskesh ose bloqesh prej hekurit të derdhur me formën e një petule gjigante që futeshin në një shufër ose një mbajtëse të fiksuar në pjesën e përparme të traktorit, fiks mbi aksin e përparm. Funksioni i tyre ishte i dufisht. Në traktor me pajisje të rënda në pjesën e pasme, si një plug, shërbenin për të kompensuar peshën dhe për të shmangur që traktori të ngrihej përpjet, do me thënë që hunda të ngrihej rrezikshëm. Por gjithashtu, në mënyrë dytësore, shtonin mas totale në makinë. Pastaj ishin kundërpeshat e pasme. Do njëherë bëhej fjalë për bloqe të mëdha betoni të armuar, që vidhoseshin drejt për drejt në derën e pasme ose në shufrën e tërheqjes. Herë të tjera ishin lingota hekuri, shpesh të bëra në fonderi lokale, të dizajnuara për të përshtatur në hapësirat e vanteve të rrotave të pasme. Kishte madje traktor, tek të cilët lidheshin struktura qeliku, që mund të mbusheshin me gur, me mbeturina, me çdo gjë të dëndur që mund të kishin në dorë. Dhe nuk mund të harrojmë vetë vantet. Para se gomat prej gome të frur të standardizoheshin plotësisht, shumë traktor përdornin rrota prej qeliku masiv ose me rreze, të cilat vetë përbënin një balast të madh. Këto metoda, gjyshërit e balastimit, kishin një vlerë të padiskutueshme, thjeshtësinë. Ishin të besueshme, nuk prisheshin. Një blok hekuri të derdhur i varur në traktor nuk ka rrjedhje, nuk ngrin, nuk kërkon mirëmbajtje. Por trashësia e tyre fshihte, vefshe, një sërë dizavantazhesh të thella që inxhinierët nuk vonuan të identifikonin. E para, dhe më shkatëruesja në afatgjat, është kompaksimi i tepërt i tokës. Mendoni për këtë. Gjithë pesha e një traktori, plus pesha e shtuar prej qindra kilogramësh hekuri ose betoni, përqendrohet në një zonë kontakti relativisht të vogël, gjurma e gomave të tij. Ajo presion për centimetër katror është tmerrshme. Kur ai traktor kalon nëpër një fush, veçanërisht nëse toka është e lagësht, ajo peshë jo vetëm që zhvendoset, ajo fundoset. Dhe duke u fundosur, kompreson shtresat më të thella të tokës, duke shkatëruar strukturën e saj poroze. Ajo porozitet është jetik. Është vendi ku qarkullon ajri që u nevojitet të rrënjve. Është vendi ku infiltrohet uji. Është shtëpia e mikrobiologjisë që mban gjallë terrenin. Një tokë e kompaktuar është një tokë e vdekur, e ngadalt për të kulluar, e fortë për të punuar, armiqësore për rrënjët. Balasti i ngurtë, duke qenë i përhershëm dhe i fiksuar në shasi, kompakton tokën në çdo moment, madje edhe kur traktori zhvendoset pa kryer punë, duke rënduar problemin. Revolucioni i lënget. Por kishte një problem më të madh se kërkimi i thjeshtë i peshës. Ishte një problem inteligjencje, adaptueshmërie. Bujqit dhe inxhinierët ndëronin për një sistem që t'jepte peshë ku dhe kur ishte e nevojshme, dhe që mund të tërhiqej kur t'ishte një pengesë. Ndëronin për një balast që t'ishte aq i fortë sa hekuri në momentin kritik të kapjes, por që të mos dëmtonte tokën në formë të përhershme, që të mos bingarkonte makinën në zhvendosje. Po sikur balasti të mund t'ishte i fortë si një shkëmb kur nevojitet traksion, por të zhdukej magjikisht ose të paktën të lehtësohej. Kur jo? Kërkimi i asaj zgjidhjeje, pothuajse alkimike, i një materiali që të ndryshonte gjendjen sipas nevojës, i çoi inxhinierët të hiqnin vështrimin nga fonderit dhe lingotat dhe ta drejtonin atë drejt elementit më të zakonshëm, të bollshëm dhe njëkohësisht më gjenial të planetit. Jo drejt hekurit, por drejt ujit. Kërkimi i një balasti më inteligjent nuk ishte një moment ndriçimi hyjnor në një laborator, por më tepër, një proces i ngadalt vëzhgjimi dhe nevoje praktike që lindi në punishte dhe ferma. Dikush, në një moment të gjysmës së parë të shekullit 20, shikoi vëlimin e madh bosh brenda vanteve të traktorëve dhe mendoi të qartën. Atje ka një hapësirë të quar dëm. Po sikur ajo hapësirë, në vend që t'ishte mbushur vetëm me ajër, t'ishte mbushur me diçka të rëndë. Intuita e parë mund të keqen në rëra ose zhavori, por ato materiale ishin gërryese, mund të dëmtonin dhomën e brendshme dhe përveç kësaj, do të vendoseshin në pjesën e poshtme duke krijuar një çekuilibër. Por kishte një material që ishte i dëndur, që rrithte, që mbushte çdo cep në formë uniforme dhe që mbi të gjitha ishte praktikisht falas. Uji. Kështu lindi një nga idet më elegante dhe efektive në historinë e inxhinierisë bujësore. Balasti lëngët. Nuk bëhej fjalë për një zëvendësim të thjeshtë të hekurit në ujë. Bëhej fjalë për një ripërcaktim të plotë se ku dhe si duhej të qëndronte pesha në një makinë traksioni. Zbulimi i ujit si shpirti i balastit. Genialiteti i balastit lëngët qëndron në kundërshtinë e tij të dukshme dhe në kuptimin e tij të thellë të fizikës.
Përdorimi i një lëngu, vetë esenca e rrjedhshmërisë ve adaptueshmërisë për të përmbushur funksionin e një mase të ngurtë ve të fortë. Si është e mundur? Qelësi është në një prontë themelore të ujit që dallon nga ajri. Është praktikisht i pakompresueshëm. Ajri, brenda një gome, është një gaz. Dhe gazet mund të kompresohen jashtëzakonisht. Prandaj, mund të frini një rrotë me një pompë dore, po zvogloni vëllimin e ajrit me presion. Uji, në të kundërt, i reziston kompresimit me një egërsi të jashtëzakonshme. Zbatimi i një presioni të tmerrshëm mbi një vëllim uji të mbyllur zvoglon vëllimin e tij në një fraksion minimal të papërfillshëm. Kjo do të thotë se pasi kufizohet brenda dhomës së një gome, uji pushon së sjelluri si një lëng i lirë dhe merr karakteristikat e një të ngurti. Bëhet një masë unike, e ngurtë, që transmeton forca në mënyrë pothuajse të menjëhershme. Por magjia e vërtet nuk është vetëm të pakompresueshmëria, por të vendosja strategjike e peshës. Mendoni për një kundërpesh hekuri të derdhur, të varur në derën e pasme të traktorit. Ajo pesh ngarkon shasin. Shasia e transferon atë pesh te akset, dhe akset përfundimisht e shpërndajnë atë te rrotat. Është një rrugë tërthore që streson strukturën. Tani, imagjinoni atë pesh të njëjtë, por në vend që të jetë varur në shasi, është e përmbajtur brenda vetë rrotës lëvizse, konkretisht në gjysmën e saj të poshtme. Kur rrota rrotullohet, uji, nga graviteti, gjithmonë grumbullohet në pikën më të ulët. Do me thënë, pesha shtesë vendoset përhershmërisht në formë dinamike, fiks në harkun e kontaktit midis gomës dhe tokës. Është si sikur në çdo zhiro të rrotës, një masë uji të ngurtë do të rrotullohej dhe do të shtypej kundër tokës, duke shtyrë shkeljen e gomës me një forcë zbritëse shtesë. Pesha vepron drejt për drejt mbi pikën e kapjes, pa ndërmjetës. Maksimizon përfitimin e traksionit për çdo kilogram të shtuar. Avantazhi është i dyfisht. Së pari, efikasiteti në transferimin e peshës në traksion është superior. 1 kilogram ujë brenda rrotës kontribuon më drejt për drejt në rritjen e forcës së traksionit të disponueshme sesa 1 kilogram hekur në shasi, sepse efekti i tij është më i lokalizuar dhe i drejt për drejt mbi gjurmën. Së dyti, dhe mbase më e rëndësishmja, qendra e gravitetit të traktorit mbahet e ulët. Pesha e ujit është poshtë, afër tokës, brenda vanteve. Kjo i jep traktorit një stabilitet të jashtëzakonshëm, veçanërisht në terene të pjerta ose të parregullta, duke zvogëlluar rrezikun e përmbysjes krahasuar me një traktor që mban blloqe hekuri të larta në karroceri. Traktori bëhet më i sigurt, më i mbjellë, më i besueshëm. Uji, ai elementi thjesht, u bë shpirti i një sistemi ballastimi që ishte njëkohësisht i fuqishëm dhe i zgjuar. Por shpejt, pionierët e kësaj teknike u ndeshën me një armik të frikshëm, një që kthente zgjidhjen e tyre gjeniale në një bombë me sahat gjatë muajve të ftohtë. Dimrin. Nuk është vetëm ujë. Formula sekrete kundër dimrit. Zbulimi ishte i vimshëm, fjalë për fjalë. Në ndonjë ferm të hemisferës veriore, një bujk, i kënaqur me ballastimin lëngët të traktorit të tij gjatë pranverës dhe verës, ervi një mëngjes djetori me termometrin që shënonte 10 gradë nën zero. Traktori kishte kaluar natën jashtë. Kur u afrua, vuri re diçka të çuditshme. Rrotat e mëdha të pasme, zakonisht të rrumbullakosura dhe të tensionuara, dukeshin të deformuara, me gunga të çuditshme. Dhe kur u përpoq ta lëvizte, traktori ishte krejtësisht i palëvishëm, sikur rrotat e tij të ishin të salduara në tokën e ngrirë. Edhe më keq, në disa raste, presioni i brendshëm kishte qenë i tillë sa dhomat e ajrit, ose madje edhe vetë vantet kishin plasur. Uji, duke u ngrirë, ishte zgjeruar. Dhe nuk zgjerohet pak. Uji rrit vëllimin e tij në parafërsisht 9% kur kalon nga lëng në akull. Në hapësirën e kufizuar dhe tashmë të presurizuar të një gome traktori, ai zgjerim nuk ka ku të shkojë. Presioni rezultues është monstruoz, i mjaftueshëm për të deformuar çelikun, për të plasur gomën dhe për të kthyer një zgjidhje të shkëlqyer në një katastrofë të kushtueshme. Revolucioni lëngët ishte gati të dështonte para se të konsolidohej. Nevojite një antifriz, por jo çfarëdo antifrizi. Eksperimentet e para me alkool ose glikol, të zakonshme në radiatorët e makinave, kishin probleme.
ishin të shtrenjta në sasitë më va të nevojshme. Mund të ishin avulluese ose të ndeshme. Vetë disa sulmonin gomën e dhomave në afat gjatë. Bujqësia kishte nevojë për diçka të lirë, të bollshme, të sigurt dhe efektive. Përgjigja erdhi nga kimia bazë dhe nga kriporet, kloruri i kalciumit. Zgjedhja e klorurit të kalciumit nuk ishte e rastësishme. Është kali i punës i përsosur për këtë mision për 3 arsye peshe. E para dhe më kritikja është aftësia e tij krioskopike e jashtëzakonshme. Duke tretur një krip në ujë, ndërpritet formimi i rjetës kristalore të akullit. Pika e ngrirjes së përzierjes ulet. Kloruri i kalciumit është veçanërisht i fuqishëm në këtë aspekt. Një zgjidhje e koncentruar, zakonisht rreth 30% klorur kalciumi në peshë, mund të mbajë gjendjen e saj të lëngët në temperatura më të ulta se 20, 25 e madje 30 gradë Celsius në zero, varësisht nga pastërtia dhe koncentrimi. Kjo mbullonte praktikisht çdo dimër bujësor në botë. Arsyeja e dytë është dënësia. Kloruri i kalciumit i tretur rrit dënësinë e ujit. Ndërsa uji i pastër peshon parafërsisht 1 kg për litër, një zgjidhje në 30% klorur kalciumi mund të peshojë rreth 1.3 kg për litër. Kjo do të thotë se për të njëjtin vëllim, po shtoni më shumë masë, më shumë ballast. Është një përfitim shtesë i papritur. Antifrizi ju jep gjithashtu më shumë peshë për tank të plotë. Arsyeja e tretë është kostoja dhe disponueshmëria. Kloruri i kalciumit është një nën-produkt i zakonshëm në disa procese industriale, relativisht i lirë dhe i disponueshëm në masë. Nuk është toksik në kuptimin akut, donse është gërrijes dhe duhet të trajtohet me kujdes. Dhe në rast të një rrjevjeje në fushë, nuk helmon tokën në formë dramatike, siç mund ta bënin produkte të tjera kimike. Kështu lindi zgjidhja standarde e ballastit lëngët. Një përzierje uji dhe klorurit të kalciumit në një proporcion të llogaritur për të arritur një pikë ngrirjeje objektiv, zakonisht poshtë -20 gradë Celsius. U bë gjaku i rënd që rrjedh në venat e miliona traktorëve në klima të buta dhe të ftohta. Por mbushja e një gome nuk është aq e thjeshtë sa derdhja e kësaj përzierjeje deri në maj. Këtu hin në lojë një kërcim delikat midis masës dhe elasticitetit. Një ekuilibër që ndan një zgjidhje funksionale nga një makt në drejtim. Ballëzimi preciz i litrave dhe presioneve. Nëse besoni se ballastimi me lëng konsiston thjesht në heqjen e valvulës dhe mbushjen e rrotës derisa të derdhet, keni një imazh jo të plotë dhe të rrezikshëm. Të bësh këtë do të krijonte një problem po aq të rënd sa ai që përpiqet të zgjidhet. Një gomë e mbushur 100% me lëng të pakompresueshëm do të ishte në praktik një rrotë masive. Humbet cilësinë e saj themelore, aftësinë për ta amortizuar. Prandaj, protokolli i ballastimit lëngët është një rit precisioni që çdo mekanik bujësor e njeh. Procesi kyç është lënja e një dome ajri. Kjo dhomë zë tipikisht midis 20 dhe 25% të vëlimit total të gomës. Arrihet duke e mbushur me zgjidhjen deri parafërsisht në nivelin e valvulës, ku rrota është në pozicionin e duhur, me valvulën në pikën më të lartë, ose duke përdorur pajisje speciale që injektojnë lëngun dhe pastaj ajër me një presion të kontrolluar. Pse kjo hapësirë ajri është e shenjtë? Për 2 arsye themelore. E para është amortizimi. Kur një traktor rrotullohet nëpër një fushë, ndesh huli, gur, gropa. Goma është linja e parë e mbrojtjes kundër atyre goditjeve. Aftësia e saj për t'u deformuar, për t'u kompresuar, thith një pjesë të madhe të energjisë së goditjes para se kjo të transmetohet te aksi, te shasia dhe përfundimisht te shoferi i ulur në kabinë. Nëse goma do të ishte krejtësisht e mbushur me lëng të pakompresueshëm, nuk do të mund të deformohej. Çdo paregullsi e terrenit do të transmetohej drejt për drejt si një goditje që kanite makina dhe te njeriu. Drejtimi do të ishte i padurueshëm dhe komponentët mekanik do të pësonin një lodhje të përshpejtuar brutale. Dhoma e ajrit vepron si një sust. Duke u kompresuar, lejon që goma të deformohet lokalisht, duke zbutur udhëtimin dhe duke mbrojtur integritetin e traktorit. E dyta arsye është fleksibiliteti dhe kapja. Një gomë ka nevojë të mund të përshtasë gjurmën e saj me terrenin për të maksimizuar kontaktin. Ka nevojë të mbështjellë lehtë gurët e vegjël dhe të përshtatet me paregullësitë për të paraqitur sipërfaqen më të madhe të mundshme të shkeljes së gomës ndaj tokës.
Një gomë e ngurtë si shkëmb do të kishte një kontakt pikësor dhe të pamjaftueshëm. Dhoma e ajrit lejon atë fleksibilitet të nevojshëm që shkelja e gomës të përmbush funksionin e saj të kapjes, madje edhe me qindra litra ujë në brendësi të saj. Pesha inteligjente dhe lufta për efikasitetin. Tani le të flasim për numra, sepse shkalla është ajo që të bën përshtypje. Një gomë e pasme e madhe, një traktor i bujësor modern, nga ato të quajturat me vëllim të lartë dhe presion të ulët, mund të ketë një diametër superior ndaj 2 metrave dhe një gjerësi prej më shumë se gjys metri. Vëllimi i brendshëm i një prej këtyre rrotave mund të arrijë me lehtësi 1000 litra, her pas here më shumë. Nëse mbushim 75% të atij vëllimi me një zgjidhje të klorurit të kalciumit që peshon 1.25 kg për litër, po flasim për shtimin vetëm në atë rrotë të një peshe prej rreth 937.5 kg. Shumëzoje këtë me 2 rrota lëvizëse dhe ke që sistemi i balastit lëngët mund të jap rreth 1875 kg pesh shtesë të aksi i pasme. Kësaj shtoja peshën e ajrit me presion të mbetur dhe atë të vetë rrotës. Po flasim se kompleti i 2 rrotave të balastuara mund të peshoj me lehtësi më shumë se 2 tonë. Ajo është masa që, duke u rrotulluar në pjesën e poshtme të traktorit, e gozhdon atë në tokë dhe transformon fuqinë e tij në traksion titanik. Është e barabartë me të pasurit një automobil kompakt të tërë të varur në çdo rrotë, por të integruar në formë inteligjente në sistem. Megjithatë, ky revolucion lëngët, me gjithë elegancën dhe fuqinë e tij, nuk erdhi vetëm për të kurorëzuar si mbretëresha e padiskutueshme. Solli me vete një çantë shpine me shqetësime, me debate praktike dhe purizma teknik. Sepse uji, madje edhe me kripërat e tij, nuk ishte i përsosur. Dhe sepse akti i zotërimit të peshës ngriti një pyetje edhe më të thellë mbi kontrolin. Pasi traktori ka balastin e duhur, pasi rrotat e tij janë ankora prej lëngut të rënd, si menaxhohet ai pushtet? A është më mirë një sistem që varet nga mjeshtëria dhe vendimi konstant i shoferit, apo një që automatizon vendimet për të kërkuar efikasitetin maksimal? Balasti lëngët hapi derën, por në prag do të zhvillohej betejë e ardhshme e madhe. Lufta midis hekurit të palevizur dhe ujit që rrotullohet, dhe mëtej, lufta midis dorës së njeriut dhe algoritmit të makinës. Me traktorin e ankoruar fort në tokë nga revolucioni lëngët, dikush mund të mendonte se historia e balastit vjen në fundin e saj të lumtur. Por në inxhinieri, si në bujësi, nuk ka prehje. Çdo zgjidhje ngre pyetje të reja. Çdo përparim zbulon krisje të papritura. Futja e ujit në rrota nuk ishte fundi i evolucionit, por fillimi i një debati më të sofistikuar dhe një kërkimi edhe më urgjent. Sepse tani që pesha mund të kontrollohej me një farë elegance, lindnin 2 fronte beteje. I pari, i prekshëm dhe praktik, përballte 2 filozofi peshe. Atë të lëngut të gjithanshëm, kundër asaj të ngurtit të palkundur. I dyti, më i thellë dhe me pasoja për të ardhmen e vetë tokës së punueshme, detyronte të pyetej nëse e njëjta peshë që jep traksionin mund të jetë duke vrarë ngadalë tokën. Dhe në mes të kësaj udhkryqi, teknologjia tashmë po skiqon përgjigjet e së nesërmes, ku balasti jo vetëm është i rëndë, por inteligjent. Balast lëngjët kundër balastit të ngurtë. Diskutimi i përjetshëm në fush. Në çdo punishte makinerish bujësore, në çdo forum bujqish, diskutimi është i shtruar. Nga njëra anë, mbrojtësit e balastit lëngët, me argumentet e tyre të efikasitetit dhe qendrës së ulët të gravitetit, nga ana tjetër, puristët e balastit të ngurtë që përdorin besueshmërinë e provuar kundër dështimeve. Nuk ka një përgjigje universale, sepse zgjedhja varet nga lloji i punës, nga klima, nga toka dhe, jo më pak e rëndësishmja, nga filozofia e shoferit. Është një luftë e ftohtë, ku çdo palë njeh në përsosmëri pikat e forta dhe të dobta të armikut. Le të fillojmë nga balasti lëngët. Avantazhet e tij janë të fuqishme, dhe tashme i kemi skicuar, por ja vlen të thellohemi në anën e tij të errët. Disavantazhi i parë dhe më i frikshëm është rreziku i rrjedhjes katastrofike. Një shpim në një gomë të balastuar me ujë dhe kloror kalciumi nuk është një ndërim i thjeshtë rrote. Është një katastrofë logjistike. Jo vetëm që duhet riparuar ose ndëruar goma, që tashmë vetvetiu është një detyrë herkuliane për shkak të peshës dhe madhësisë së saj,
por duhet kulluar qindra litra të një lëngu të rënd, gërrijes ve të pistë. Humbet balasti, humbet koha, ve toka e punishtes ose e fushës ku ndodh rrjedhja, mbetet e mbytur në një zgjidhje kripore që nuk është e padëmshme. Disavantazhi i dytë është gërrëria latente. Kloruri i kalciumit është higroskopik, tërheq lagështinë ve gërrijes. Nëse përdoret një zgjidhje balancuar keq, ose nëse me vitet koncentrimi ndryshon, ose nëse nuk shtohen frenues gërrërie specifik, brëndësia e vantit dhe vetë valvula mund të pësojnë një gërrërie të ngadalt, por të pamshirshme. Një vant i gërryer nga brenda është një dënim me vdekje, ve një dështim i papritur në një gomë të asaj madhësie mund të jetë shumë i rrezikshëm. Disavantazhi i tretë është një fenomen fizik kurioz, efekti giroskopik. Një rrotë me një masë të madhe të përqendruar në perimetrin e saj, siç është uji në pjesën e poshtme, por që rrotullohet me shpejtësi të madhe, merr një inerci giroskopike të konsiderueshme. Kjo përkthehet në praktik në atë që drejtimi i traktorit mund të bëhet dukshëm më i rënd dhe i ngadalt për të përgjigjur kur traktori qarkullon në rrugë me shpejtësi transporti. Rrota dëshiron të qëndrojë në planin e saj të rrotullimit, duke u rezistuar lëvizjeve të drejtimit. Nuk është një problem në fushë me shpejtësi të ulët, por në rrugtimin midis pronave mund të rrit lodhjen e shoferit. Dhe pastaj është menaxhimi i ndryshimit. Rregullimi i nivelit të balastit lëngët nuk është trivial. Për të reduktuar peshën, duhet kulluar një pjesë e zgjidhjes, një proces i pistë ve që kërkon pajisje. Nuk është diçka që bëhet me lehtësi çdo herë që ndryshon detyra. Përballë kësaj, balasti i ngurtë, kundër peshat e vjetra dhe të besueshme prej hekuri, paraqesin kundër argumentin e tyre. Avantazhi i tyre absolut është besueshmëria pasive. Një blok hekuri të derdhur nuk ka rrjedhje, nuk ngrin, nuk gërrien brëndësinë e vantit, nuk kërkon asnjë mirëmbajtje, është imun ndaj shpimeve. Prania e tij është një konstante qetësuese. Përveç kësaj, ofron një fleksibilitet menaxhimi të ndryshëm. Po, vendosja dhe heqja e bloqeve është fizikisht kërkuese dhe kërkon pajisje, një krik hidraulik, një vinç, por është një detyrë diskrete. Ose janë, ose nuk janë. Nuk ka terma të mesëm të komplikuar. Për një bujk që ka traktor të dedikuar për detyra shumë specifike, një gjithmonë për plugun e rënd, me kundërpeshat e tij të vendosura për gjithë jetën, dhe një tjetër për transport dhe detyra të lehta, ky sistem mund të jetë më logjik. Për te i ujit, balastet e së ardhmes janë tashmë këtu. Inovacioni në balast nuk u ndal te kloruri i kalciumit. Qëllimi është i qartë, të arrihet një peshë që të jetë po aq e përshtatshme sa uji, por po aq e besueshme dhe e pastër sa hekuri. Një peshë që të mund të ndizet dhe fiket si një ndërprerës. Dhe ajo e ardhme nuk është një fantazi. Ajo tashmë rrotullohet në formë eksperimentale dhe në flota me vlerë të lartë nëpër disa fusha. Koncepti më revolucionar është ai i balastit sipas kërkesës ose i dënësisë së ndryshueshme. Imagjinoni një rrotë traktori që në brendësi të saj nuk përmban lëng, por mijëra sfera të vogla ose saç me hekuri. Tani, imagjinoni një sistem ajri të kompresuar të lidhur me atë dhomë. Nga kabina, me një ndërprerës, shoferi mund të injektojë ajër me presion të lartë. Ky ajër e fluidizon masën e saçmeve, duke bërë që ato të sihen si një lëng jashtëzakonisht i dëndur. Në këtë gjendje, saçmet shpërndahen në pjesën e poshtme të rrotës, duke shtuar një balast gjigant. Kur detyra e traksionit të lartë përfundon dhe traktori ka nevojë të zhvendoset në rrugë të fortë ose të hyjë në depo, shoferi aktivizon një cikël tjetër. Sistemi i ajrit përzien dhe thith saçmet, duke i nxjerrë ato nga rrota dhe duke i depozituar në një depozit ndihmëse në shasi. Rrota mbetet e lehtë, vetëm me ajër brenda. Pesha shtesë është dukur. Është ëndra e bujkut e bërë realitet. Balast maksimal kur nevojitet, balast zero kur pengon. Të gjitha me prekje në një butoni, pa rrjedhje, pa gërrierje, pa lëngje. Teknologjia është e kompleksuar dhe e kushtueshme, por përfaqëson drejtimin e padiskutueshëm, çmaterializimin e programueshëm të peshës. Për ata që qëndrojnë në paradigmën lëngët, inovacioni vjen në formën e kimisë së avancuar. Tashmë nuk bëhet fjalë vetëm për klorurinë e kalciumit. Humbtohen dhe përdoren përzierje me frenues gërrierje të gjeneratës së fundit, shpesh të bazuar në nitrite, molibdate ose komponime organike, që formojnë një shtresë mbrojtëse mikroskopike në brendësi të qelikut, pothuajse duke eliminuar rrezikun e gërrierjes. Shtohen biocid për të shmangur rritjen e algave ose baktereve në ujin e ndenjur,
të cilat mund të krijojnë gaze ose lum. Dhe madje eksperimentohet me fluide më të dëndura se uji i kripur, si zgjidhje me bazë polikarbonati ose komponime të tjera që ofrojnë më shumë balast për litër, duke lejuar mbushje në një vëllimi më të vogël për të arritur të njëjtën peshë dhe përrjedhoj të lihet një dhomë ajri më e madhe për një amortizim më të mirë. Këto nuk janë thjesht kuriozitete panajri. Janë përgjigje për probleme reale të shprehura nga bujqit. Janë përpjekja e inxhinierisë për të mbyllur hapësirat që debati lëngët ngurt ka ekspozuar. Por ka një hapësirë që asnjë balast, sado inteligjent të jetë, nuk mund ta injorojë, sepse efektet e tij maten me dekada dhe me shëndetin e vetë tokës. Është efekti ansor më i rëndësishëm nga të gjithë. Kompaksimi i tokës. Pasoja e padëshiruar e peshës së përsosur. Ky është dilema themelore, paradoksi tragjik në zemër të mekanizmit bujësor. I njëjti parim fizik që na jep traksionin, pesha që shtup gomën kundër tokës, është, në tepricën e tij, një agent shkatërimi të heshtur. Kompaksimi i tokës nuk është vetëm që sipërfaqja të mbetet e shnuar nga hulitë e rrotullimit. Është diçka shumë më e thellë dhe e dëmshme. Kur një traktor 10, 15 ose 20 tonësh me balastin e tij të përfshirë kalon nëpër një fushë, veçanërisht nëse toka ka një farë lagështie, pesha e tij nuk mbetet në sipërfaqe. Ajo transmetohet te poshtë në formën e një dige stresi. Grimcat e tokës, të cilat në një gjendje të shëndetshme formojnë një strukturë sfungjerore dhe poroze, me agregate të qëndrueshëm dhe kanale, pore mes tyre, shtupen fjalë për fjalë. Ata pore janë autostradat e jetës së tokës. Nëpër to udhton oksigjeni që marrin frymë rrënjët dhe mikroorganizmat. Nëpër to infiltrohet uji i shiut drejt shtresave freatike. Dhe nëpër to, rrënjët e reja mund të shtrihen me lehtësi në kërkim të lëndëve ushqyese. Një shtresë e kompaktuar, që shpesh formohet në 20, 30 ose 40 cm thellësi, fiks poshtë shtresës së leruar, vepron si një trotuar i papashkueshëm. Uji, në vend që të infiltrohet, pellgëzohet në sipërfaqe, duke shkaktuar erozion dhe asfiksi radikulare. Rrënjët, kur ndeshin atë shtresë të fortë si një plak, nuk mund ta depërtojnë atë. Ato rafsohen, deformohen, dhe rritja e bimës shihet të rëndë e kufizuar. Korja vuan. Toka bëhet e ngadaltë për të ngrohur në pranverë dhe më e vështirë për të punuar. Është një dëm që mund të vazhdojë për vite dhe që grumbullohet me çdo kalim të panevojshëm të makinerisë së rëndë. Dhe këtu vjen kthesa më moderne e historisë së balastit. Tashmë nuk bëhet fjalë për të shtuar gjithë peshën e mundshme, por për të shtuar peshën minimale të mjaftueshme. Bujqësia e precizionit hyn në skenë me hartat e saj digjitale, sensorët e saj të ngarkesës në akse dhe modelet e saj kompjuterike. Idea është radikale. Në vend që traktori të mbajë një balast fiks për detyrën më të vështirë të vitit, të lërojë një djerin të rëndë, llogaritet balasti optimal për çdo detyrë specifike dhe, vendimtare, për çdo zonë të fushës. Një sensor në shufrën e tërheqjes mat rezistencën e pajisjes. Një GPS vendos traktorin në një harë produktiviteti të tokës. Një algoritëm kryqëzon këto të vëna dhe sugjeron, ose madje kontrollon automatikisht, presionin e fryrjes së gomave me sisteme të fryrjes së centralizuar dhe, në të ardhmen, sasinë e balastit aktiv të atyre sistemeve sipas kërkesës. Qëllimi tashmë nuk është traksioni maksimal me çdo kusht. Qëllimi i ri i shenjtë është ekuilibri. Peshë mjaftueshme për të kryer punën me efikasitet dhe pa patinim, por jo asnjë gram më shumë, për të ruajtur strukturën e tokës. Balasti pushon së qeni një aksesor statik për të zhderruar në një variabël dinamik të menaxhimit agronomik. Traktori inteligjent jo vetëm e di se ku është dhe çfarë po bën, e di sa duhet të peshoj për ta bërë këtë me ndikimin më të vogël të mundshëm. Në këtë vizion, uji në rrota ose saçmet e hekurit nuk janë vetëm mjete fuqie, por instrumente të një orkestre që kërkon harmonin me tokën, jo dominimin mbi të. Kështu që, pse i mbushin me ujë rrotat e traktorëve? Përgjigja, siç e kemi parë, tashmë nuk është një çështje thjesht e vendosjes së peshës. Është kapitulli final i dukshëm i një epopeje që filloi me zhgënjimin e të parit të një giganti të patinoj. Është materializimi i një parimi fizik në një zgjidhje fillimisht rurale, pastaj kimike dhe tani digjitale. Uji, i përzir me krip, i mbyllur në një dhomë ajri brenda një gome gjigante, është një simbol i fuqishëm. Simbolizon luftën e përjetshme të bujkut për të zbutur natyrën, por edhe evolucionin e asaj lufte, nga forca bruto te inteligjenca e aplikuar.
Përfaqëson kuptimin se fuqia pa kontroll është e kotë, por edhe që kontrolli pa ndërgjegje është shkatërues. Traktori me rrotat e tij të balastuara nuk është vetëm një makinë që tërheq. Është një kazan ku shkrihen fizika, kimia, metallurgjia, ve tani shkenca e të dhënave. Është një dëshmi se përparimi bujësor nuk matet vetëm me kuaj fuqie apo me ton për hektar, por me delikatesën me të cilën një forcë titanike mund të aplikohet. Çdo herë që një bujk llogarit koncentrimin e klorurit të tij të kalciumit, ose që një sistem i automatizuar rregullon balastin në kohë reale, nuk po optimizojnë vetëm një kalim pune. Ata po shkruajnë, me rrotullimin e ngadaltë të rrotave të tyre, faqen tjetër të një historie që kërkon, përfundimisht, jo të mposhtë tokën, por të bashkëpunojë me të për ta bërë atë pjellore dhe të qëndrueshme.